Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në një tjetër episod të Podcast Akademia. Në këtë episod të ftuar kemi Akat Shaban Sinanin, drejtues i redaksisë vendore të Enciklopedisë Shqiptare, me të cilin do të flasim për zhvillimin e enciklopedizmit shqiptar, sfidat për hartimin e Enciklopedisë Shqiptare dhe perspektivat e këtij projekti albanologjik. Profesor, përshëndetje dhe ju falenderojmë për ftesën. Faleminderit juve që më ftuat, shpresoj që të jetë një bisedë suksesshme. Urojmë edhe ne, patjetër. Në fillim do e nisim se si ju e përkufizoni enciklopedizmin në hapësirën tonë shqiptare, në raport me traditën shqiptare dhe me studimet moderne që janë bërë në Europë. Një raport, një përshkrim i përgjithshëm në lidhje me këtë. Është një pyetje shumë e vështirë, sepse pak e ndërlikuar është terminologjikisht ajo që quhet enciklopedia dhe enciklopedizmi. Enciklopedia në koncept është rreth e qarkuese. Është një dije që përfshin gjithçka që ka të bëjë me mendimin njerëzor, me trashëgimimin kulturore, historike, identitare, fetare, natyrore. Është një formë shumë e gjerë, do të përfshin një gamë të gjerë. Të gjitha dijet së bashku janë kontribuese për enciklopedizmin. Nëse nuk i respekton të gjitha dijet në arritjet e tyre kryesore, enciklopedia nuk mund të quhet e tillë. Sa i takon enciklopedizmit shqiptar, krahasuar me trashëgimit në vende të tjera, sidomos në vendet perëndimit, është një traditë pak më e vonuar, jo aq shumë sa bëhet. Dihet se enciklopedizmi si frym, si zhvillim, si tronditje mendimi, për herë të parë u përurua në Evropën e shekujve të humanizmit. Në atë periudhë, që ajo që quhet rilindja evropiane, nuk mbeti asnjë dije, asnjë disiplinë, asnjë art, asnjë zhvillim letrar pa u përuruar. Po ti marrësh me radhë, piktura dhe skulptura sunduan Italinë, tragjedia sundoi Britaninë, traktatet filozofike sunduan Francën, romani sundoi Spanjën, Shqipërinë e preku përmes një strategu të madh që nuk kishte të krahasuar me strategët e së njëjtës kohë në Evropë, përmes Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Pra edhe Shqipëria e preku shekullin e enciklopedizmit. Por nuk kupton kjo që preku edhe dijen e enciklopedizmit. Preku historinë e fillimeve të enciklopedizmit, që ishte në të njëjtën kohë edhe një rithirrje e asaj trashëgimie që kishte ekzistuar që në antikitetin e lash grek dhe roman. Në formën e ëndrrimit, ose më përpara, enciklopedizmi si vepër është lidhur me iluminizmin. Janë iluministët francezë dhe në drejtimin e Voltairit, që krahas detyrave të revolucionit zgjidhen edhe detyrat e hartimit të së parës së enciklopedisë franceze. Tjetërsoj që enciklopedizmi gjerman nuk ishte i njëjti me parime, po dhe enciklopedizmi gjerman prap është lidhur me iluminizmin, të themi, të veçantë që kishte vendi. Si ndërrim, enciklopedizmi shqiptar nis me rilindjen kombëtare, që gjithashtu ishte panditurore. Vështrimi i rilindjes shqiptare ishte panoptik. Ne duhet t'i bëjmë të gjitha. Kjo ishte përpjekja e rilindjes. Duhet të bëjmë historinë, duhet të bëjmë tekste shkollore, duhet të bëjmë diturinë e natyrës, duhet të bëjmë poemën, duhet të bëjmë romanin, duhet të bëjmë tregimin, duhet të bëjmë përkthimin, duhet të bëjmë të gjitha. Besoj që për këtë rrugë që ka kaluar enciklopedizmi shqiptar, janë dy emra të cilët e pamundur të mos përmenden, përveç rastit të mosnjohjes praktike. Është Dora Distria, që për herë të parë shprehet se shqiptarët duhet të kenë një enciklopedi. Atë ëndër që kishte Dora Distria e bëri për perandorinë osmane, e bëri Sami Frashëri me enciklopedinë e tij, që shkon mbetet më e mira për botën e orientit. Dhe në atë enciklopedi ai në një farë mënyrë privilegjoi trashëgiminë shqiptare. Një studiues ka përzgjedhur njësitë enciklopedike që kanë të bëjnë me botën shqiptare, të përfshirë në enciklopedinë franceze që shkroi, në frëngjisht që shkroi Sami Frashëri, dhe janë diku te 400 faqe.
nuk është një enciklopedi për shqiptarët. Është porta e lindjes për të njohur Perëndimin, porta e Perëndimit për të hyrë në botën e lindjes. Edhe sot e kësaj dite thuhet që kushdo që dëshiron të njohë lindjen duhet të kalojë përmes Kamus al-Alam. Pati një përpjekje për ta institucionalizuar enciklopedizmin në periudhën midis luftrave, sidomos pasi u themelua Akademia Ksaveriane me nismën e mjedis, dhe në revistat e asaj kohe, duke përfshirë Hyllin e Dritës dhe Lekën, u promovuan figura dhe trashëgimi, por jo në mënyrë të organizuar në formën e një projekti. Ideja e një projekti pastaj ka qenë periudhës viteve 70-80, ka qenë kryetari historik i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Alex Buda, që ka propozuar një koncept se si duhet bëhet fillimisht një fjalor enciklopedik shqiptar. Koncepti i atyre viteve për një enciklopedi shqiptare ka qenë i kufizuar, madje nuk mund të flitej drejt për së drejti terminologjikisht për një enciklopedi shqiptare, duhet flitej për një fjalor enciklopedik të Shqipërisë. Sepse po vetëm të Shqipërisë, sepse edhe përpjekja më e vogël për të përfshirë në trashëgimi edhe çka ndodhte në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoninë e Veriut, në Çamëri etj., paraprakisht ishte një lëndë për të përdorur diplomatikisht që ju po ndërhyni në kufit e trashëgimisë tonë. Pra kishte një lloj krahas kufirit fizik, ekzistonte kufiri apo ndarja që pengonte për të pretenduar një enciklopedi kombëtare, por mund të shkonte përfitimi deri te një enciklopedi shtetërore me ndonjë prekje të kujdesshme, fare të kujdesshme për te kufiri. Për shembull, në atë kohë zëri për Çamërin ka qenë diku tek 20 radhë. A mund t'i bëjmë shumë shkurt? A mund të bëhen fajtor ata që ja caktuan këtë vend? Unë besoj se nuk mund të bëhen fajtor, sepse më tepër se çështje shkencore ishte çështje diplomatike. Mos ndërhyr në punët e mia. Ishte formula më e përgjithshme dhe më tinzare, më penguese në periudhën e ideokracisë, të themi, në periudhën e fqinjësisë jo të mirë, në periudhën kur autoriteti shtetëror duhet të qëndronte rreptësisht brenda kufirit të shtetit. Pra, shtetet dhe kombë kishin një diferencë madhe dhe ajo diferencë shprehet edhe në botimet qoftë në fjalorin 1985-s, pjesërisht edhe në fjalorin enciklopedik të 1998-s. Nga gjithë kjo përmbledhje që u bot, profesor, dhe nga fakti që nisën projekt pas projekti, cilat kanë qenë sfidat kryesore të gjuhës shqipe për krijimin e një ligjërimi të qëndrueshëm enciklopedik? Unë besoj se akoma nuk e kemi shtjelluar përfundimisht se cilat janë pengesat themelore për realizimin në një stili enciklopedik të bazuar në kritere shkencore, në parime shkencore, koherent me drejtshkrimin e gjuhës shqipe, koherent me botimet enciklopedike që ne i kemi zgjedhur dhe i kemi shpallur si model, si enciklopedia britanika, Trekani, enciklopedia kroate që është redaktuar nga Kërlezha. Pra kemi zgjedhur modele jo të suksesshme, jo të dështuar, se zura ngojmë enciklopedinë e drejtuar nga Kërlezha. Varianti i parë i enciklopedisë jugoslave dështoi, sepse nuk kishte autoritetin e duhur për ta zhvilluar. Atëherë u thirr në ndihmë autoriteti një shkrimtari të njohur në shkallë botërore që kishte përvojë jashtëzakonshme, kishte autoritetin e parë, mund të thuhet, në gjuhën në të cilën do të shkruajë enciklopedia dhe ajo njihet me emrin e tij. Përse është kjo situatë problemore për ligjërimin enciklopedik? Ka pasur disa ligjërime të cilët kur u morën vendimet
e njësimit të normës në Kongresin e Shkrimit në vitin 1972. Quheshin të pa perspektivë, quheshin me perspektivë të mbyllur. Si të thuash, mbaroi koha e tyre. Ishte më së pari ligjërimi juridik, që është edhe sot e kësaj dite katastrofë. Merrni regjistrat e noterëve, merrni avokatit e juristëve, të avokatëve, merrni dhe formulimet gjuhësore të vendimeve në gjyqe, është shqipja më e dëshpëruar. Sepse në 1972 nuk u projektua pothuajse asgjë për këto ligjërime. Ministria e Drejtësisë ishte mbyllur në vitin 1967. Në 68-ën kishte pushuar zvepruari avokatia, s'kishte avokat përveç se një përfaqësues shteti që mund të shkonte në arbitrazhin ndërkombëtar. Nuk qytetari është i aftë të mbrojë vetvete. Nuk ka nevojë të ndërmjetësohet nga një palë e tretë. Nuk ekzistonte avokatia. Noteria ishte në funksionet më minimale që mund të bëhet dhe kryesisht nga një zyrë shteti. Kështu që vendimet u morën duke i shpërfillur jo nga pikpamja e njohjes, sepse ata që morën vendimet e dinin shumë mirë që do të duhej që shqipja të kishte të gjitha stilet e ligjërimit. Gjuha është teorike, nëse nuk realizon stilet e ligjërimit, është me një lloj, është pak sakate. Dhe në këtë kufizimin që doli prej Kongresit të Shkrimit, ishte autoriteti i vendimeve politike. Nuk do funksionojnë këto ligjërime. Nuk ka asnjë urdhër. Të gjitha janë bërë pa ndonjë urdhër. Por fakti që ishte ndaluar Ministria e Drejtësisë përse duhej një stil ligjërimi, edhe për nën pjesët e këtij sistemi, edhe për avokatinë dhe për noterinë e tjetër. Dhe të marrësh parasysh që noteria ka qenë një prej trashëgimeve shkrimore më të hershme të Shqipërisë, deri në atë shkallë, saqë Milan Shuflaj, kur bëri disertacionin e tij të doktoratës, e ndërtoi mbi notariatin e vijës bregdetare të Arbërisë, Raguzës dhe Korasisë. Ky është disertacioni i tij. Kaq shumë lëndë kishte notariati i asaj periudhe. Pak a shumë kjo ndodhi edhe me, jo pak a shumë, por parafërsisht ndodhi kjo edhe me ligjërimin ungjillor, me ligjërimet e meshimit, me ligjërimet e liturgjisë, sepse Shqipëria që në 67-ën po shkonte drejt ateizmit shtetëror dhe në Kushtetutën e 76-s Shqipëria u shpall shtet ateist. Kështu që gjuhëtarët që u mlodhën pak a shumë e konsideronin një detyrë të tepërt, në mos edhe provokative, të kujdeseshin për t'ia dhënë mundësinë me një normë të caktuar ligjërimit ungjillor. Nuk po i hyj më tej, se kjo është një temë akoma më e dëshpëruar. Por pse ligjërimi enciklopedik erdhi deri vonë me mjaft kufizime referuar normës dhe trashëgimisë që duhet kishte si stil ligjërimi? Sepse në vitin 1972 as që mund të mendohej për një enciklopedi kombëtare. Ideja e një enciklopedi kombëtare automatikisht çonte tek fantazma e idesë së një Shqipërie të madhe. E shumta që mund të mendojë, është ajo që ju thash pak më parë, si një stacion paraprirës të enciklopedisë që po hartojmë tani. Një fjalor enciklopedik të shtetit shqiptar. Si thua, çfarë ka ndodhur këtu? Dhe për të mos thënë që ja nuk e njohim trashëgimin për të kufirit, edhe fare pak gjëra për andej. Paragraf të vegjël, Paragraf të vegjël sa për të dhënë sinjale që ne i dim, por s'po zgjerohemi. Por nuk mundemi të zgjerohemi. Dhe kështu stili i ligjërimit enciklopedik si një ligjërim që stabilizon dijen në momentin kur hartohet dhe le të hapur mundësinë për përmirësimin e kësaj dije në vijim, erdhi deri në kohën kur u mori iniciativa për të hartuar enciklopedinë shqiptare me kufizime të mëdha.
fare pak rregulla të shkruara, ndonjëherë rregulla që vinin prej kohës së luftës së ftohtë, po përmend një prej tyre, për shembull, ka një prej rregullave që ishte në fuqi edhe në vitin 1998, nuk mund të përdoren alfabetet huaja në shkrimin e enciklopedisë, fjalorit enciklopedik. Kjo të kujton një lloj, jo një lloj, të kujton mbylljen që shkonte deri atje që do të shkruash vetëm me 36 ndronjat e alfabetit gjuhës shqipe. Po kur emri i një personaliteti që ka luajtur rol dominant për historinë e Shqipërisë në një vend tjetër dhe gjithë literatura për të është shkruar në gjuhë tjetër, po për trashëgimimin shqiptar ka breshë. Domethënë, këto ishin rregulla jo madje përjashtuese. Ajo që na është dashur të bëjmë ne për të sistemuar në 2 rende ligjërimin enciklopedik, është pjesa e parë, rregullimi me marrëveshje ndërshtetërore, ndërakademike, ndërinstitucionale, me rregulla të qarta, që kjo vepër do të shkruhet në këtë kuadrat, jo në kuadratin shtetëror, por në kuadratin kombëtar. Gjerë ku do shkojmë, shkurt, përcaktimi i hapësirës tonë historike kombëtare, gjerë ku do vemi me përfaqësimin, garantimi barazisë në përfaqësim, një vlerë shqiptare, proto-shqiptare, e njohur si e tillë. Le të jetë krijuar në Nish apo në 4 katundet shqiptare të Karakurtit në Odesë. Le të jetë krijuar në Argjentinë, ku ka një ngulim të vogël të shqiptarëve, apo në Australi, në qoftë se përfaqëson, duhet ta ketë portën të hapur në enciklopedi. Pra, një enciklopedi që konfirmon, krijon amzën e parë të plot. Pretendojmë të plot. Se gjithë një do mbetet diçka. Amzën e parë të plot për vetë promovim, njëherësh pasaportën e trashëgimisë shqiptare për cilin do që dëshirojmë ta njohë në atë federat ku apo që dëshirojmë të shkojmë. Të kemi parasysh se kjo bën pjesë edhe në atë paket shumë të rëndësishme që quhet aki komuniter, prekja e komunitetit. Në qoftë se duam që këtij komuniteti ku duam të jemi dhe do të jemi të barabartë, të themi këta jemi ne, atëherë duhet t'u themi përmes një enciklopedie, e cila t'u lejoj cilit do në punës të BE-s që duke ardhur në Shqipëri, edhe nëse nuk ka një raport prej në punësve të veta apo prej zyrave të veta, të shtetoj enciklopedinë dhe thotë shqiptarët vetë për këtë gjë thonë këto. Mund të besojmë, ne përpiqemi që ta bëjmë një enciklopedi të besueshme, patjetër. Rendi i dytë do t'i bie shkurt, rendi i dytë është ajo që quhet, nuk është fjalë e bukur, nuk do ta mirëprisni as ju, rregullimi me kritere dhe parime ose më saktë objektivizimi i paraqitjes në enciklopedi përmes atij që quhet shtati i Prokustit. Do thënë, ne të gjithë do punojmë duke ju nënshtruar një disiplinë. Nuk mundet 1200 autorë të punojnë secilin me nën e vet. Është njësoj si të lësh 1200 ushtar me nën komandën një togeri. Nuk ka të ngjarë. Është e pamundur. Është e pamundur. Kështu që kontrata jonë me studiuesit, që unë besoj se është e gjithë bota intelektuale shqiptare, është e tillë. Rregullat janë hartuar me marrëveshje ndërshtetërore, ndërakademike, ndërinstitucionale, me parime themelore dhe me kritere bazë. Udhëzuesit gjithashtu janë hartuar, deri te udhëzuesit e editorisë. Çfarë gemre do përdoret, çfarë matësie do përdoret, si do bëhet sistemi referencave. Pra, kemi mbërritur në këtë pikë që nuk diskutojmë më se si do të jetë enciklopedia shqiptare. Rregullat janë të qarta. Rregullat janë të qarta, autorët ende nuk janë aq të se kanë brendësuar aq shumë sistemin e rregullave dhe her pas here
ndërhyn subjektiviteti, po për këtë arsye funksionon sistemi vertikal i redaksive. Redaksia qendrore, redaksia vendore dhe 27 redaksi të disiplinave, të fushave. Në lidhje me hartimin e enciklopedisë shqiptare, së fundmi në Akademinë e Shkencave u bë edhe një konferencë me temë Enciklopedizmi dhe bota shqiptare. Çfarë kontributi sjell kjo në zhvillimin e qasjes së re shkencore ndaj dijes enciklopedike dhe realizimit të projektit për enciklopedinë shqiptare, që ju tashmë e keni ndërmarrë dhe jeni në ecurinë e këtij projekti madhor? Eridlat, deri përpara 3 muajsh, të 3 redaksit që unë përmenda, kanë punuar për të krijuar njësinë detyruese. Rregullat janë këto. Fillimisht përcaktojmë rregullat e lojës, pastaj. Konferenca që u zhvillua ishte e para që nuk u drejtohej kushtimisht redaksive, antarëve të redaksive, por autorëve. Pra, autorët duhet të njihnin trashëgiminë e deri sotme, duhet të kuptonin se çfarë në emër të shenjtësisë do të trashëgohet, të shkencësisë së drejtës së autorit do të trashëgohet çfarë vjen prej botimeve deri sotme enciklopedike, jo vetëm botimeve të Akademisë së Shkencave, Akademisë tonë të Shkencave, po dhe të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, botimet enciklopedike të krahinave, për shembull enciklopedia e Labërisë, enciklopedia e Dibrës, botimet enciklopedike në formë tematike, enciklopedia e gjeologjisë, enciklopedia e po theme lehtësisë, leksikonët, fjalorët, pra u bë qartë që ne autorsinë e botimeve enciklopedike do ta respektojmë tërësisht dhe do prishim kufit e kohës për sa i përket numrit të njësive, që tek fjalori enciklopedik i 1998 ka qenë tek 7.000, numri i njësive është 12.000, pa përfshirë një vëllim që është indeksi i autorëve, treguesi i autorëve, se dhe autorët duan nderin e tyre, duan nderimin e tyre. Ati që i përmendet emri për shembull 10 herë si autor artikulli, do të ketë një vend në fund, si thua një shtojc ndaj enciklopedisë. Ishte një lloj testi për të kuptuar nëse kemi hyrë edhe si mendësi në fazën e dytë, që është faza e realizimit të artikujve. Sigurisht nga pikpamja kohore kemi hyrë, por verifikimi kishte të bënte me gatishmërinë e autorëve për të zbatuar një disiplinë të ligjërimit enciklopedik, që me atë rast i bëhet shërbim dhe gjuhës shqipe, për të thënë vërtet. Domethënë, enciklopedia një prej, nuk jo thjesht do promovoj botën shqiptare, vatrën dhe botën siç është Çabej, se edhe ne jemi të ndërfutur në botët e tjera, siç janë të ndërfutur të tjerë tek ne. Siç ndodh. Po. Por edhe kjo kohë që i kushtuam ne krijimit të stilit të ligjërimit enciklopedik, të mos jetë në kosta për botime të mëvonshme. Do punojmë sipas kësaj. Edhe kjo ndodh në gjithë botën. Domethënë, për shembull, unë përmenda enciklopedinë Trekanit. Është emrin atij që e ka hartuar, por Trekani nuk është gjallë. Ama të gjithë ata që shkruajnë për të rinj, nuk i ndrojnë emrin, sepse ai ka vënë bazat e ligjërimit të standardizuar enciklopedik të Italisë. Edhe kjo është ajo që po thoshta unë e shenjta që themelbuesi ka të drejtën të jetë krenar për rregullat që ka krijuar dhe që funksionojnë. Se po të mos funksiononin rregullat, atë edhe kjo do të ishte një dështim. Patjetër. Në kumtesën tuaj, ju profesor, temën e kishit në lidhje me konceptin e stabilizimit të ligjërimit enciklopedik. Çfarë në kupton ky koncept në planin teorik dhe metodologjik për hartimin e këtij projekti? Po, shkurtimisht do përgjigjem për këtë, sepse pak a shumë e shtjellova më përpara. Është gjithë një problem i normës. Çdo ligjërim ka një normë. Patjetër. Po themi po marr për lehtësi kuptimi, po marr ligjërimin në krishterimin perëndimor. Kur u
lumnue Nën Tereza, zyrtarisht shtan u lumturua Nën Tereza. Tani, lumnimi dhe lumturimi janë dy koncepte që i aq larg ndaj njëri tjetrit sa nuk mund të bëhet. Lumnimi është një shkallë para shenjtërimit, lumturimi është edhe unë mund të bëj ty të lumtur, po shenjtore s'të bëj dot. Janë dy nuanca larguese nga njëra tjetra dhe kjo për faj të mungesës së një norme të mëparshme ose më saktë të fanatizimit të një njësie leksikore që në botimet leksikografike është kështu dhe është në rregull. Është kështu sepse nuk e ka pasur këtë situatë. Nuk e kishte. Nuk i doli gjuhës shqipe përpara të emërtoj procesin e shpalljes së bekuar të një misionarje siç ishte Nën Tereza. Kur i doli përpara gjuha, ligjërimi nuk u gjeti gatshëm. Dhe përdori një fjalë të zakonshme të gjuhës shqipe që nuk ka lidhje me atë që është. Dhe këtu është nevoja për shfrytëzimin e pasurive të gjuhës duke qëndruar brenda ligjërimit, brenda pasurisë, brenda eptimit të gjuhës. Si jepet gjuha shqipe? Gjuha shqipe jepet në mënyrë shumë bujare. Ai që e përdor është problem. Sa i gatshëm është ta marrë. E këtu ishte për shembull rasti i kufizimeve në ligjim. Kështu ka qenë situata edhe në ligjërimin enciklopedik. Ka qenë një situatë që shumë e vështirë mund të them, për shembull. Dyshimi i parë ishte që po mirë, si do të përzgjidhen personalitetet, emërtimet e vendeve, të lumenjve, të subjekteve shtetërore, jo shtetërore, kategoritë konceptuale, termat e përgjithshëm, si do të rregullohen raportet, sa do ketë Kosova, sa do ketë Shqipëria. Sa do ketë Mali i Zi, sa do ketë Maqedonia. Mirë po, tradita nuk na ofron të asgjë. Atëherë ndërtuam një kriter që nuk paracaktojmë proporcione. Proporcionet dalin prej përfaqësimit. Do të përfaqësohet cili do që ka denjësinë për të qenë në amsën e vlerave shqiptare. Pastaj do bëjmë rikapitullimin e dhënave. Sa dolën për Kosovën, sa dolën për Shqipërinë, sa dolën për pjesë të tjera të hapësirës historike shqiptare. Na është dashur shumë kohë të heqim paragjykimin, ose mos këta të Tiranës e kanë një ofertë për neve, po pastaj do jetë enciklopedi e Shqipërisë. Tradita më përparshme e inkurajon të këtë gjë. Edhe ne do mbetemi si pjesë e dytë, e tjera. U bë përzgjedhja mjaft e ndërlikuar e njësive trashëgimore enciklopedike, atëherë u bë statistikimi i dhënave. Numri përbën logjik, statistika përbën logjik, dhe rezultoi që s'kishte asnjë paragjykim, rezultoi që nuk mbeti askush që meritonte të ishte i përfaqësuar nga Kosova, apo nga Maqedonia, apo nga Mali i Zi dhe Shqipëria, dhe guxoj të them që mbetëm të kënaqur edhe për shkallëzimin e njësive që e kemi me të njëjtin metër, se mund të ndodhë edhe kjo. Që mirë, përfaqëson për Kosovën, jo, tani këtu bëhet fjalë për përfaqësimin në shkallë kombëtare, ose përfaqëson për Shqipërinë. Po, mund të përfaqësohet për Krajinën, edhe për Shqipërinë, po nëse nuk ka kaluar kufit si thua, kufit gjeopolitik, nuk është datë e prezidenti. Atëherë vumre që më falni, që problem që e kam kur flas pak si gjatë, vumre që logjika ishte zbatuar njësoj në kudo ku kishim ngritur redaksi, pra të padiskutueshmit ishin propozuar. Të krahasueshmit ishin adresuar në të njëjtin nivel madhësie të artikujve. Të diskutueshmit pothuajse me të njëjtin metër ishin njoftuar tek redaksitë një redaksia e Tiranës dhe redaksia pra u verifikuan në procese sipër që marrëveshjet, parimet, kriteret dhe udhëzimet përbënin tashmë një manual për
secilin që do të marr pjesë në hartimin e enciklopedisë, që do të thotë diet nëse nuk kanë metodën dhe instrumentet në duar, nuk funksionojnë. Nuk funksionon. Është vështirë që të fillosh punën, të nuk bësh mund të diçka fillosh që- punën. Duke u ndalur siç edhe ju më parë përmendët pak bashkëpunimin me Akademinë e Arteve të Kosovës. Si e cilësoni këtë bashkëpunim në këtë projekt? Cilët janë prioritetet kryesore për të ardhmen në lidhje me këtë bashkëpunim? Ka pasur ide të çuditshme për bashkëpunimin midis Dy akademive. Një prej ideve ka qenë që shqiptarët nuk duhet të kenë një akademi. Nuk duhet të kenë dy akademi. Duhet të shkrihen dy akademitë, Akademia e Kosovës dhe Akademia e Shqipërisë. Mjafton një. Ka pasur edhe ide të tjera të çuditshme që shqiptarët e ditur në Maqedoni duhet të krijojnë një akademi të vetën dhe të mos jenë pjesë e Akademisë së Shkencave Kosovë. të Malit të Zi, të Maqedonisë së Veriut. Ne prej vitit 2021, kur u miratua paketa historie shqiptarëve, fjalori gjuhës shqipe dhe enciklopedi si projekte shtetërore dhe të shtetërore, ne kemi mbrojtur idenë që nuk duhet të bëjmë deklarata optimiste edhe të bëjmë qefin njëri tjetrit sa mirë po bashkëpunojmë. Jo, nëse punojmë në kuadër të projekteve të mëdha të albanologjisë, këtu e kemi sukses. Urdhëroni të punojmë së bashku. Unë ju thash që janë 1200 studiues që do marrin pjesë është një armatë për të hartuar enciklopedinë shqiptare, po nuk mund të them se janë 1200, janë 600-700 studiues të Kosovës, që gjithashtu janë autorë ose bashkautorë të hartimit të njësive enciklopedike. Pra, ne tani jemi në një fazë që këto projekte po shkojnë drejt përfundimit, do kenë një këshillim të përgjithshëm me njerëzit, me publikun, me njerëzit e interesuar edhe për një vit të dy, sidomos enciklopedia, dhe duhet të fillojmë të punojmë për projekte të tjera, se bashkëpunimi nuk bëhet me deklaratë. Bashkëpunimi bëhet me punë. Sigurisht, e përmenda pak më përpara, pranimi i të njëjtave rregulla, i të njëjtit standard, deri tek si do ta shkruajmë barnatore apo farmaci, cilin do të vëmë term të parë dhe cilin do vëmë term të adresuar, deri në këtë pikë ka qenë një proces i gjatë bashkëpunimi, dhe këtu në bashkëpunim kuptoj edhe debatet, edhe mospajtimet, edhe grindjet shkencore, jo grindjet se s'kemi pasur, s'kishim duke ndarë Shqipërinë me Kosovën, po grindjet për konceptuale dhe për të arritur të një punë e mirë. Parimi ka qenë ky. Nëse biem dakord që rregulli është ky, nuk i kthehemi më. Nuk kemi kohë për të humbur. Bëhet, e pranojmë të rregull, po. Atëherë, të gjithë ata që vinë pas nesh, drejtuesit redaksie, anëtarët e redaksive, do ndjekin rregullat e vendosura. Autorët vetë nuk kanë të drejtë të diskutojnë për rregullat. Për shembull, në njërin prej dokumenteve kemi shënuar që në të gjitha rastet autorësia e parë ruhet. Atë janë përcaktuar format. Tani mua më ka ndodhur një rast që vjen dhe thot autori që unë e bëj këtë, po tani me këtë autorin që nuk është gjallë unë se di. Jo, ajo është pjesë e kontratës. Nuk mund të vendosësh ti a do t'i ruhet apo nuk do t'i ruhet emri, se pastaj quhet në kufit e plagiaturës, kufit e vjedhjes. Dhe rreziku më i madh për një enciklopedi është prishja e kodit të deontologjisë. Është prishja e rregullit të respektimit atij që ka qenë më përpara. Ne do ta bëjmë këtë gjë qoftë edhe me një qëndrueshmëri që mund të mos pëlqejë. Profesor, dhe në mbyllje, me një përshkrim dhe një fjalë të shkurtër, sipas jush, çfarë ndikimi do të ketë enciklopedia shqiptare në zhvillimin e albanologjisë dhe përfaqësimin e dijes shqiptare në hapësirën shkencore? Është një pyetje e gjerë, por shumë shkurt do ne përmbledh me një mesazh. Po, faleminderit. Kjo është një pyetje që më pëlqen shumë. Disa nga pyetjet tuaja ishin që më vinin në vështirësi, kurse kjo është që më pëlqen. Kjo është përmbyllje. Faleminderit. Po, enciklopedia shqiptare përfundimisht do të heq
kufirin midis albanologjisë jashtme dhe asaj që ne quajmë albanologji të brendshme. Pra, e gjithë bota albanologjike, kudo që studiohet problemi shqiptar, prej lashtësisë deri në kohën e sotme, si dije njohëse dhe si dije preventivuese se këta do vinë në derë, do t'i kemi në portën tonë, është pjesë e enciklopedisë shqiptare. Albanologët e huaj do të ftohen që të jenë hartues të disa artikuj monografik që janë çështje jona, po jo vetëm çështje jona. Për shembull, ne mund të themi fjalën tonë çfarë është gjuha shqipe. Po nëse nuk e thot edhe një albanolog i huaj, si e gjykon ai shqipen në përbërje të pemës së madhe indo-evropiane. Kjo është një kufi i parë i prishur. Një kufi i dytë i prishur është prania e botës shqiptare në botën e madhe, që ka pasur kryesisht kufizime ideologjike. Për shembull, po kujtoj një prej këtyre. Jusuf Luzaj nuk është në enciklopedinë shqiptare, sepse kishte qenë me një rol në kohën e luftës së dytë botërore. Ose është Kalimti i përmendur në një artikull të dikujt tjetër. Pra, qëndrimi ndaj dijes nga dietarët shqiptar, që për arsye politike apo për një arsye tjetër punuan jashtë Shqipërisë, nga Koliqi, Camaj, po themi Peter Prifti, edhe shumë të tjerë, është i pakufizuar. Nëse përfaqëson, porta për në enciklopedi është e hapur. Pastaj, unë mendoj që kufiri i tretë është kufiri i gjuhës. Enciklopedia është një projekt që do të shkruhet në gjuhën shqipe, do të këshillohet me lexuesin me shumë prudencë, me shumë mirësjellje, edhe me përullësi, do të me publikun për 1 deri në 2 vjet para sa të marrë një formë, si të thuash, në zhvillim, dhe pastaj do përkthehet në anglisht, që do thotë është një të aksesueshme për të gjithë. Po. Domethënë do jetë një vepër e pritshme në gjuhën e tjetrit, që vetëm pasuron njohjen për shqiptar, rrit interesa, nxit interesa për botën shqiptare, dhe unë besoj se do të bëj edhe atë detyrën që e përmenda më parë, që duke e qenë një vepër e përfshirë në prekjen e bashkësisë, në aki komuniter, do të jetë një dorë e zgjatur për të njohur me botën e madhe pa paragjykime. Të mos flitet më për shqiptarët kontrabandistë, shqiptarët prapëmbetur e tjerë. Shqiptarët janë këta. Pa mburje, pa vetëvlerësim. Me fakte dhe me histori. Po. Përso shumë faleminderit që ju ndatë kohën dhe mendimet e vlefshme me ne. Sot ishte një bisedë në interes të veçantë për enciklopedizmin shqiptar dhe rëndësinë që do ketë enciklopedia shqiptare për zhvillimin e dijes albanologjike në vendin tonë. Faleminderit të gjithëve dhe ju që na ndoqët. Mirupafshim në episodet e tjera të Podcast Akademia. Faleminderit juve.